mashëm ka pas. Ka pasur shok Bekush Birshin, kishte shok fëmijërie, kanë qenë bashkë. Dhe pushimet e verës shkonit gusht shtator. Jo, dhe unë kam parë flamurtare me Vismut Auen, që ose më banë mëndisi, që ose e këtë gjuar që ndeshë 2-0. E kam parë në përkëshu. E kam parë ata atje, 2-0 kualifikohet flamurtari, dhe fund parë ata Vismut Auen kam bërë një faul, një që unë do më të isha aty në tribun me babajnë duke e parë, që ata i ranë nga krau i barikadës poshtë, e kupton që ishin një gjë që si e bëri këtë, dhe më thënë. Që po të bëni gol kualifikoheshin ata. Futbolli atëherë ka qenë shumë i shëndetshëm në Shqipëri. Domethënë kishe futbollist atëherë, ka qenë status shumë i rëndësishëm. Pra kishe një pozicion social caktuar, kishe benefite caktuar, domethënë kishe punë, shtëpi. Dhe kishe projekcion, pra çdo fëmijë që kishe pasion futbollin, e kishe, ku dini me se çfarë po bëjnë me sistemin, e nuk e dini që sistemi atëherë po vdiste dhe po mbaronte, njerëzit kishin bukë të hanin etj. Po sporti ishte on top. Por ama sporti ishte on top, sepse ishte një orientim i përgjithshëm. Para rënies sistemit. Para 87. 87 ka qenë vitet, gjithë vitet 80, nga viti 75 e më mbrapa, vitet që kam lindur unë dhe jam rritur, ka qenë vitet më të vështira financiarisht dhe aspekti ekonomik i vendit, i sistemit të regjimit ka qenë gati i mbaruar dhe kishin një orientim përgjithshëm për zhvillimin e sporteve. Se ishin me më pak kosto dhe mbaje në këmbë një popullsi e cila duhet të jetonte me diçka, domethënë. Edhe për fat mirë sportet e ishin në kulm të zhvillimit dhe mbas edhe neve brezi po themi i bër pikërisht futbollist duke parë këto modelet në statusin social që ti duhet të kishe atëherë në atë kohë, atë që famën e tyre. Kjo ishte. Të shikoje futboll atëherë dhe ti ishe futbollist në atë moshë. Pjesë e gjës. Si ndikoi më pas fama sportive në jetën tënde personale? Fama që morën këto, po themi mbas 90-s. Dhe jo, mbas 90-s deri në vitet, po themi, deri mbas 97-s, do thonë futbollistët kanë qenë shumë pak të njohur, domethënë. Neve unë mendoj që ata futbollistat që njiheshin para 97-s, njiheshin si djem Tirana, sepse se do njiheshin dhe pa qenë futbollistë. Nuk është se të qenë futbollisti i bënë të njiheshin ata. Po pse ti, Fortuzi, Bezade, dikush tjetër, kishin ti lloj kështu emri, ja? Mbas 97-s më shumë ishte kjo, domethënë, se njerëzit ishin shumë, ju jeni më të rinj se unë, për fat mirë, po deri në 97 njerëzit nuk bënin plazhe burr, nuk shkonin në plazh. Pastaj kur shkonin martoheshin. Se kishin se kishin, nuk shkonin të gjithë. Ka qenë këto, po themi, kabinat ose hotelet turizmit e këto. Ato nuk ishin funksion fare, nuk shkonte njeri atje. Vetëm kavalishenca mbaj. Se njerëzit kishin në hallet të tjera, do të ishin futur në gjëra të tjera, ishin të gjithë, ti mendon, prindit tanë ka qenë atë 40-50 vjeçar. Ca 50 vjeçar që duhet të ndryshonin gjithë jetën e tyre, të bënë një update, një setup të ri të gjithë jetës tyre me familje, me fëmijët e tjerë, dhe mendonte njeri për pushime. Të tregoj një gjë sa e vërtetë është që thotë Redi, që 93-94 isha 12 vjeç, klas 4, klas 5. Po nga që doja shumë futbollin, i madh më çonte për të parë më shumë të kombëtaren. Shikoja për shembull Shqipëri Lituani, Shqipëri Landeveriut, erdhën danezët, spanjollët. Në klasën time shkoja vetëm unë. Sot për shembull është modë, kur lun kombëtare, aty ke gjithë kërkoj një bilet. Ka qenë modë dhe shikonin kështu çfarë bën në stadium pra, çyn stadiumi këtu. Stadiumi nga 15 veta shkonin 4000, 5000. Stadiumi ishte me njerëz. Ka qenë vite shumë vështira. Edhe normale, periudhë trishtë për çdo gjë, mendoj unë apo jo.